Jam në brendësi të një prej rrugëve tipike pakistaneze, një rrugë jo shumë larg zonës të Peshawarit, ku në vitin 1984 një vajzë afgane, shumë e ngjashme me këto që po kalojnë në rrugë, i vuri shkelmin fatit të saj. Në vitin 1984, Steve McCurry, një fotograf i famshëm amerikan i National Geographic, kishte mbritur në Peshawar të Pakistanit për të pritur dhe fotografuar emigrantët afgan që po vinin nga lufta me sovjetikët. Ai mbriti në kampin e Peshawarit dhe e shoqërua në një shkollë djemsh dhe vajzash që ishin të ndara me njëri tjetrin. Steve McCurry, i cili ishte i njohur për portretet dhe fotografimin e portreteve, filloi të identifikonte fytyra shumë interesante. Sipas tij, vajzat kishin sy blu, ndërsa djemt shpeshherë ishin biond. Ai gjeti një vajzë e cila në atë kohë ishte 12 vjeçare. Duhet të ketë qenë ngjashme me të gjitha këto vajza që ecin në rrugët e Lahores së Pakistanit tani. Peshawari është diku rreth 500 kilometra që këtu larg. Steve McCurry vendosi të fotografojë këtë vajzë për kopertinë për revistën National Geographic. Fotografia saj u bë e famshme, ai bëri një seancë të madhe fotosh, pra diku, siç thot ai, rreth 100 shkrepje, dhe njëri prej këtyre portreteve, një vit më pas, në vitin 1985, u publikua jo vetëm në reportazhin e vitit 84 brenda National Geographic, por edhe në kopertinën e National Geographic. Ajo që pasoi ishte e pabesueshme. Kopertina u konsiderua kopertina më e suksesshme e vitit dhe më pas, në vitin 2000, si kopertina më e famshme ndoshta e shekullit. Vajza u konsiderua si Mona Lisa e fotografisë dhe kopertina mori një sër çmimesh ndërkombëtare. Steve McCurry tregoi që në vitin 1984 në zonën e Pakistanit ku ai u takua me vajzën, i kërkoi babait të saj që të mund ta merrte vajzën në New York për ta kthyer në një modele. Ai pati intuitën që vajza me një pamje spektakolare dhe me një shprehje jashtëzakonshme të syve mund të kthehej në një nga modelet më të famshme të globit. Duke mos e bindur dot me famën, ai i kërkoi babait të saj që t'ia jepte sepse vajza do shndrohej në një nga njerëzit më të pasur të Shtetet Bashkuara të Amerikës fal aftësisë saj për të pasur foto të mrekullueshme. Por babai i vajzës refuzoi. Ai refuzoi duke deklaruar se vajza ishte 12 vjeç dhe eksaktësisht në atë kohë po afrohej mosha e martesës dhe duhet të martohej. Steve McCurry u largua pa pasur në informacion më shumë. Por në vitin 2000, kopertina u rikthye në qendër vëmendjes e përzgjedhur nga shumë sajte dhe shumë specialistë si një prej kopertinave më të mira të gjitha kohërave. National Geographic vendosi të zbulonte se ku ndodhej vajza afgane me sy blu, të cilës nuk i dinin as emrin dhe as adresën. Në vitin 2002, 17 vjet mbas fotografisë, një grup mbas publikimit të fotografisë dhe 18 vjet mbas shkrepjes saj, një grup i National Geographic, midis cilëve dhe fotografi Steve Carey dhe një ekip i CNN, u nisën për të zbuluar vajzën në zonën e Pakistanit. Ata mbritën një treg të ngjashëm me këtë këtu. Në zonën, unë jam zonën e Lahores, po në zonën e Peshawarit, shiheni ku gjithçka duket si mesjetare, është në mënyrë absolute si mesjet. Ata intensifikuan kërkimet për rreth 8 muaj, duke përdorur fotografitë, vendodhjen e hershme të vajzës në Peshawar, kampin e refugjatëve, dhe duke pyetur një numër të madh afganësh që kishin jetuar në kamp në vitin 1984. Rreth 8 muaj pas kërkimeve, ata arritën ta identifikojnë vajzën me emrin Sharbat Gullah, një vajzë afgane, bie një familje me shumë fëmijë, e cila, siç kishte premtuar babai, ishte martuar në moshën 15 vjeçare dhe jetonte me bashkëshortin në Afganistan. Historia ishte tronditse, sepse vajza jetonte në një fshat 6 orë larg rrugës automobilistike dhe ishte përzën nga Pakistani për dokumenta falso, pra për falsifikim dokumentash, në vendin e saj të lindjes. National Geographic dhe CNN arritën ta zbulojnë atë përmes një rruge të gjatë, një pjesë të cilës, siç deklarojnë ata, e bën në këmbë.
Gruaja ishte krejtësisht e transformuar. Nuk ishte mbushur ende 30 vjeç, por shumë pak gjëra kishin mbetur nga fytyra spektakolare e vajzës me sy blu, pra e afganes famshme me sy blu. Ata vendosën që ta fotografonin dhe ju desh të merrnin një leje nga bashkëshorti i saj për t'i bërë një fotografi dytë që do të publikojë në të njëjtën kopertinë të National Geographic. Historia ishte tronditse. Vllai i vajzës tregoi që vajza nuk kishte parë asnjë ditë të bardhë në jetën e saj. Çoi në 3 të mëngjesit dhe flinte në 6:30 të mbrëmjes. E gjithë jeta saj kishte qenë ferr për të siguruar ushqimin dhe familja thuajse nuk ja dilte dot me gjithë 3 fëmijët e saj. Historia tronditi gazetarët, të cilët vendosën t'i jepnin një pagesë prej 3.000 eurosh bashkëshortit saj, duke justifikuar me fotografinë që i bën gruas. Siç tha ajo, kjo ishte shuma më e madhe e parave që kishte parë ndonjëherë në jetën e saj, Sharbat Gula. Gruaja pothuajse nuk vendoste asgjë në jetën e saj. Natyrisht që Steve McCurry deklaroi që nëse babai do të vendosur t'ia jepte në atë kohë, ajo do ishte absolutisht një prej njerëzve më të pasur të New Yorkut për arsye të aftësisë së shkëlqyer që kishte për të bërë fotografi dhe pamjes shumë bukur që kishte atraktive që kishte. Por babai vendosi që vajza të martohej, duke menduar që do ta bënte kështu më të lumtur, por nga një ana tjetër duke shkatruar krejtësisht fatin e saj. Që prej vitit 2002, her pas here për të pati lajme. Ajo, në momentin që e takuan, nuk e dinte që fotografia e saj ishte publikuar National Geographic dhe nuk e dinte që ishte e famshme, ishte një fytyrë e famshme në të gjithë botën. Shive dhe këta që po vinë mas me vajzat, edhe këto mund të kenë njëjtin fat. Dhe ai vendosi YouTube channel, yes. Channel që kjo ime. Channel që kjo ime. Blendi channel. Blendi. Yes. Janë vajzat i pyesin a ke YouTube channel. Tani YouTube channel është për kryesori. Vajza nuk e dinte që ishte bërë famshme në gjithë botën, por ajo vazhdoi jetën e saj normale. Kur talibanët erdhën sërish në pushtet në vitin 2022, ajo arriti përmes disa lidhjeve që lidheshin sërish me fotografinë, të largohej në Pakistan dhe prej andej kërkoi strehim politik në Itali. Italia i dha strehim politik duke konsideruar një prej vajzave të famshme të botës për arsye të fotografisë. Sot punon pastruese në një zonë fare të izoluar të Italisë. Fati i saj ishte i tmerrshëm, është si fati i këtyre vajzave këtu rreth e rrotull, të cilat ndoshta një ditë mund të kishin mundësinë të bëheshin, por që shpesh baballarët, duke u nisur nga ideja e mirë, nuk i lejojnë duke i shkatruar jetën. Ky është rasti tipik kur njeriu e shpërdoron fatin që i vjen në derë dhe duke shpërdoruar atë shkatron jetën e tij. Nuk ka një histori tjetër më spektakolare se kjo e Sharbat Gulës, Shalva Gula, e cila nga kjo zonë këtu mund të shkuar në majat e suksesit botror, por nuk shkoi. Nga Pakistani,